Lirdona është kanë një grua mrekullueshme. Unë ju betohem në 2 fëmijët që i kam. Ju betohem që në emër sele as në makinin nuk ka qenë në momentin kur është vrarë Lirdona. As unë as fëmija. Kam pas 12 vite martesë me Lirdonën. Dhe si rezultati i asaj martese kemi 2 fëmijë. Marrëdhënia ime me Lirdonën ka qenë shumë e mirë, e lumtur. Lirdona është kanë një grua mrekullueshme, një nonë shumë e përkushtuar dhe një bashkëshortë e devotshme. Hera parë në jetën time që kom nejt me Granit Klavën vetë, pa kushtrim kokallën. 2 herë të tjera e kom taku me kushtrim kokallën, me djalin e dajs, dhe nuk kom pas asnjëherë miqësi apo diçka tillë me Granit Klavën, nuk janë njoh as prindrit, as motrat, as vllaznit, nuk e njoh hiç, shumë pak e njoh. Vetëm përmes kushtrimit. As prind, as motrë. Hiç. Kur nuk e kom taku në jetë, as ata mu. Çka është bisedue me të njëjtit kur ti ke nejtë, me thonë? Po fjala për Granit Klavën, çka ke biseduar me të? Çka ke folë? Cila ka qenë tema bisedës? Çka keni folë? Jo, thjesht kemi folë për shëtitje, medalë. Medalë. Kështu gjëra. Kom vazhdu në drejtim të shtëpisë. Të shtëpisë në Brnic, po. Dhe nuk e di sa 500 metra, po ashtu diçka nuk e di. Para se me mritë shtëpia do të thotë, pa prit mas nga una e majt e ime, nga therrat, apo si me thujt ato, del një person i maskuar në mes të rrugës, duke drejtuar armën në drejtim tonin. Qysh ishe tullur ju në automjet? Unë isha vozic, Po? Lirdona pasagjere, fëmija ishë mrapa. Fëmija mrapa. Po. Edhe? Edhe Lirdona thotë, ku hajnë ata, po hajnë, nuk e di diçka kështu. Edhe une e nga dalsoj, i qoj dur këtë kohën kështu, e nali makinën, i qoj dur këtë kohën. Unë e nga dalsoj dhe i ngriz duart. Po. Të 2 duart për pjetë. Po. Po. Në klapa të ring e shpjegon me duar. Dhe personi maskuar afrohet të thotë ishte në mes edhe vjen të dritarja ku ishte Lirdona ullur. Lirdona e hap dritaren në gjys, apo nuk e di sa, dhe unë i kisha paret në gjep, sepse kulet nuk komojt kur, s'moj, i kisha paret që i kisha në gjep, edhe telefonin, dhe ato i adhon, aje zgat dorën edhe i merë ato, telefonin tem, paret, jo, më falë, telefonin, jo, paret, edhe telefonin ja jep Lirdona 2 vetin edhe paret, edhe tash... Vetëm pa, dhe i personi i maskuar e zgjat dorën, unë ja jep paret, ndërsa Lirdona ja jep telefonin e saj. Po, edhe paret, çka kishte? Lirdona ja jep parat që i kishte me vete dhe telefonin e saj. Dhe une... Qëfar sasie të holla ka qenë? Qëfar shume? Nëse i di, rafërsesh, jo? Nuk e di, disa qindra euro. Jo më shumë. Jo më shumë, a? Jo. Disa qindra euro, jo më shumë. Dhe unë e kom mendu që grabitja po bëhet për vetur, sepse mu, si që thash, më doli një person për para, nuk ka qenë i parkum automjetit ti apo diçka që unë e kom pa që është me makinë, unë e kom mendu që për grabitet vetura. Dhe kjo është edhe arsyeja pse kom dalë prej veturës. Kjo është arsyeja pse kam dalë prej veturës. Po. Kur kom dalë nga vetura, më ka thonë telefonin, dhe e kom zgat dorën, mi tavan të kerit, dhe më thonë edhe e ka morë telefonin tim. E kom hapë derën e kerit të fëmive, fëmija kanë ngajt, edhe unë kom ngajt pas tyre. Tu me ndu që kur të largohem unë,
lëshon rrugën prej Lirdonës dhe del e Merkeren. Kjo ka qenë mendimim, pse dhe nuk kom guxu më kthy mrapa, kom vazhdu me ngajt me fëmijë dhe kur po shoj, do thot pas disa sekonda prap e kthej kokën mrapa, shoh se nuk është Lirdona askund. I nderuar trup gjykues, unë në akt akuz akuzohem që e kom majt me dorë gruan time momentën e saj të fundit të jetës. Unë ju betohem Me dorën e djathtë apo zor që ke majt ato dorën e majt, që të thonë dheshta me të pyet, po të jep shpjegimin. Do thonë me dorë të djathtë. E kam mbajtur me dorën e djathtë, me dorën e djathtë gruan time në për me botë të mundshme ekzekutimin e saj. Gruan time në momentet e fundit të jetës. Po nejm? Unë ju betohem në 2 fëmijët që i kam. Ju betohem që në emër sele as në makinin nuk ka qenë në momentin kër është vrarë Lirdona, as unë as fëmija. Ju betohem, kjo është vetmja e vërtet. Ajo që e thot prokuroria është shpifje.